dhe pikërisht për shkak të vlerës së madhe, pikërisht për shkak të mundësive të mëdha që i sjell ky muaj i bekuar, besimtarët duhet mu përgatit, madje duhet mu përgatit mirë. Është muaj i agjerimit, është muaj i namazit, është muaj i Kur'anit, është muaj i xhihadit, është muaj i sadakës, është muaj i iftarëve, është muaj i familjes, është muaj i zemrës, është muaj i shpirtit, është muaj i farefisit, i vllazillahut, i familjes, është muaj i xhamatit. Pra të dashur vëllezër besimtar, ky muaj është përplot detyra, angazhime, ibadete, aktivitete, ibadetet mëdha përmes të cilave Allah subhanahu wa taala dëshiron që besimtari mu afut e kaj. Andaj nuk mundet besimtari me i arrit të gjitha dhe s'mundet me i kry të gjitha vetëm se nëse ai bën një përgatitje të mirë, por dhe bën një plan